Kriteret me pozitët ti duhet me kanë elitare. S'ka të boj mo me popullin. E që është asdrin ftyrën jashtë? Gjërim Qala, e tha Ilio Drita. Që për shumë. E nëse pajtohet aj me Kurtin? Këllë që apo lyp, po s'ka mundësi. Pse s'ka mundësi? Nëse Albin Kurti hinë me një negociata me grupet oponente, edhe thot, shiko, ata zvedhu për një president që na i zvitë ftyrën, që ata i thonë, bravo Albin. Shkojmë tutje. Qa nëse Blerim Shala pajtohet me Kurtin, a din që a i thuti? Jo. Ne herë du më pajtu, halin ma to, që pajtu me Kurtin të soja. Që e Kurtin të shpytojnë. Jo, s'polen me furë këna. Halin ma to, që si oponent i ti, i fuqishëm edhe zonë malë, u shpajtu ne herë me vendimet Albin Kurtit, dëshmitare kam kushtim Sadikut. Edhe Blerim Shala, kur pajtuat në herë, me vendimet e qeverisë të Albin Kurtit, i thonë bravo. A e sigur që i thu bravo? A di që shumë ma mirë, shumë ma let e ka mu zgjedh president Ramush Haradinaj, se Blerim Shala. Pse? Sepse Ramush Haradinaj s'paku i ka 7 vota në parlament. Po e marim që nuk po hinë. Po nuk folu me na për votën si on ju racionale, na folu me na dhoni për fashtim racional në politikë. Po në dhe Ramushi të ebë një përfaqësim. Po, pse unë e kumë përmanë edhe Ramushi si opcion. Po e ka mundësin ma të mirë se i ka votat. Po është përshemë që se sin koalicionit e se. Ramushi s'ka mujtë më mërë vesh me maspori. Sa mund tjetë kandidaturë serioze, zote? Kushtim plute. Që të regoj pëse? Sepse në qofë se nuk hinë. Duhet me pos minimumin, për me hinë gërë votën e kejtë opozitës. Që po të regoj, në qofë se opozita nuk po donë mo me shkun zjedhe, po donë mi donë president Republikës të Kosovës, edhe nuk po mund me bo koalicion as LDK-ja, as PDK-ja, PDK-ja s'po donë, po e zonë, me Albin Kurtin,